A bën të më jalon emrin Sara vajzës, a është thot emër kuranor? Po, emrin I mirë është Sara, nuk është të përmend në emrin Sara në Koran, por dihet se Sara është të përmend si grua në Koran, gruaja e Ibrahimit alayhi salam, pa emrin ka pas Sar, dhe sa për njohuri pasi që do më lënë emrin Sar, në histori, librat historisë shkruan se Sara ka qenë bukuroshja e dunjas. Sa që kanë thënë mas Haves, Havja nana jone, nana e dunjas, nuk ka pas në rrozullin toksor grua më të bukur se sa Sara. Sikur se nga djemt mas Ademit, nga burrat nuk ka pas më të bukur se Jusufi alayhi salam. Jusufi gjysmën e bukurisë së dunjas e ka pas Jusufi. Edhe Sara ka qenë shumë e bukur, po ka qenë e devotshme, ka qenë grua përmendën në Koran mjafton kaq dhe gruaja e Ibrahimit alayhi salam, andaj është emri i shkëlqyeshëm Sara, po.